Mbi 3.000 prindër të nxënësve nuk kanë marrë subvencione për tekstet shkollore. Megjithse ka filluar një muaj nga fillimi i vitit shkollor, shumë prindër të nxënësve të klasave 1 deri në 9 nuk i kanë pranuar ende mjetet financiare për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore. Pavarësisht premtimeve të Ministrisë së Arsimit për përkrahjen e familjeve me mjete dhe blerjen e teksteve shkollore, mësimdhënës e prindër vazhdojnë të ankohen për vonesa serioze në realizimin e pagesave. Një ndër ta është edhe mësimdhënësja Edita Fazliu Zeqiri, e cila përmes një reagimi publik ka shprehur zhgënjimin e saj me këtë formë të subvencionimit, duke e cilësuar si të pasuksesshme dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në procesin mësimor. Thjesht kuptojeni që metoda më efektive ishte ajo e mëparshmja. Kemi kërkuar numrin e saktë të librave dhe aq që sjell. Jo kështu, që një muaj punoj me nxënës që nuk kanë libra, për cilën do arsye, ka shkruar ajo. Ankesa të ngjashme janë bërë edhe nga prindër të tjerë në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit në Facebook. Shumë prej tyre thonë se kanë aplikuar qysh në muajin gusht, por ende nuk kanë marrë asnjë pagesë. Unë nga 15 gushti kam aplikuar dhe në email më ka ardhur se kanë hyrë në listën e pagesës, por ende s'kam marrë asnjë cent, ka shkruar një prind. Në Ministrinë e Arsimit kanë konfirmuar se aktualisht janë mbi 3.000 aplikime në proces verifikimi, ndërsa afati për aplikim mbyllet nesër. Një nga prindrit i cili dëshiron të mbetet anonim ka treguar për media se ndonë se ka 3 fëmijë në shkollë, vetëm për njërin i janë transferuar mjetet. Ai është shprehur i shqetësuar për situatën, është shumë telashe, sepse këto mjete janë të domosdoshme për procesin mësimor. Dikush që i ka 3 fëmijë ose 4 fëmijë nuk ka mundësi t'i blej librat. Kam telefonuar disa herë, por askush nuk është përgjigjur. Nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë bërë të ditur se prej gjithsej 203.865 aplikime të pranuara, janë trajtuar 200.679 aplikime. Deri tani 195.343 aplikime janë aprovuar, ndërsa 5.336 aplikime janë refuzuar, kryesisht për shkak se fëmijët nuk janë të regjistruar në ndonjë shkollë të Kosovës për nivelet 1 deri në 9. Për momentin janë në pritje nga koordinatorët për verifikim, gjithsej 3.186 aplikime, thuhet në njoftimin e Ministrisë. Ministria kishte hapur aplikimin për subvencionim me datë 15 gusht përmes platformës e-Kosova, duke ofruar 80 euro për secilin fëmijë të klasave 1 deri në 9. Ky është viti i tretë që aplikohet forma e subvencionimit të teksteve mësimore dhe jo sigurimi i tyre nëpërmjet procesit të prokurorimit. Partia opozitare, sindikata dhe prindër të shumt e kanë kërkuar kthimin e formës së mëhershme të mbështetjes, duke u asiguruar nxënësve tekstet në shkollë.